që edhe sot po më thonin që urojmë që dali Portugalia me Argentinën, t'i shohim të dy në një finale botrori dhe ta mbyllin në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe pse unë shpresoj që të kalojë Spanja, Amerika mund ta realizojë, për sa kohë ka Hollywoodin, pra Po nëse do e gjen rrugën për ta të realizuar. ishte skuadra më potenciale për ta fituar. Unë jam për Mesin. Unë jam për Mesin, por me thënë të drejtën me atë Argentinë që pash me kepin e gjelbër, kam ngel shumë i zhgënjur. Nëse Argentina luan ashtu pastaj me Portugalin, mendoj që Portugalia ka element shumë më cilësor. më cilësor se sa Argentina. Ka të nivelet shumë më të lartë se sa lojtarët e Argentinës, sepse lojtarët e Argentinës ecën me 2 orë dhe ndeshjen e fitoi Messi. Mos ishte Messi në fushë. Po, më aktivi. Dhe që Do prodhoi. ishte e vështirë që Argentina ta kalonte kepin e gjelbër. Loci, Portugali, Spanjë. Një ndeshje shumë Me vendimtare. kë ishte tifozi, harrua, me kë ishte? Jam me Argentinë. Argentinën. Po si dhe Spanja kalon. Apo jo. Po, atje. Jo, realisht, ishte pritej shumë nga Spanja, po me sa aq me pjesën e parë që ne pam, janë neshjet barabarta, kështu që siç e thanë dhe kolegët, vendosin gabimet vogla që por është neshje për të parë dhe për të shijuar, besoj se do shkojë dhe kjo me shtesë. Minuta Kam shumë 82 qejf të kaloj është fakt, po i Spanja, afrohet. 0-0, ha? 0-0. Dihet. Nuk e dihet akoma. Si mund të shkojë një ndeshje me shtesë në notë, sa mund të rezistojë një